Quhem Lirie dhe kjo është historia ime, një histori që ende më dhembe dhe sot, pas kaq shumë vitesh. Kur mendoj për vendimin që mora atëherë, më duket sikur zemra më shpon çdo herë nga e para. Nuk ishte një zgjedhje, ishte një dhimbje që veshi maskën e guximit. Unë isha vetëm një nënë e re, e vetme, e varfër, në një fshat të humbur ku edhe shpresa dukej si një luks që nuk i përkiste askujt. Djali im, Arjani, ishte gjithçka që kisha, por ishte edhe arsyeja pse vendosa ta humb për ta shpëtuar. Ishte viti 1998. Jetoja në një shtëpi të rënuar në skaj të fshatit, me mure që mbaheshin më shumë nga kujtimet se sa nga tulla. Burri im kishte vdekur në një aksident ndërtimi në Greqi. Dhe nga ai moment jeta ime u nda më dysh. Në njërin anë isha unë, një grua që mundohej të mbjetonte me punë krahu, dhe në tjetrën një fëmijë 3 vjeçar që më shikonte çdo ditë me sytë e një engjëlli të uritur. Arjani qeshte me çdo gjë të vogël, një gjethe që binte, një zog që këndonte, apo një copë buke që e ndaja me të. Por çdo mbrëmje kur e mbështillja me batanien e holl dhe ai më pyeste pse babai nuk kthehej më dukej sikur më merrej fryma. Ishte pamundur të shpjegoja një fëmije se jeta mund të jetë kaq mizore. Me kalimin e muajve, varfëria filloi të më përpinte. Punët mungonin, dimri erdhi i ashpër, dhe buka u bë një luks që nuk mund ta përballoja. Një natë, pas 3 ditësh pa ngrënë, trokita në derën e priftit të fshatit. Ai më pa me mëshirë dhe më tha fjalë që më ndjekin ende në ëndra. Nganjëherë, për t'i shpëtuar ata që duam, duhet i lëm të shkojnë. Në qytet kishte një familje që nuk mund të kishte fëmijë. Ata kishin dëgjuar për mua nga një murgesh që shpesh sillte ndihmë. Ishin njerëz të mirë, të butë në fytyrë, dhe kur pan Arjanin, lotët u mbushën në sytë e tyre. E kuptova menjëherë se ata mund të jepnin diçka që unë kurrë s'do të mundja. Një jetë të denjë, natën para se ta dorëzoja, e mbajta në krah deri në agim. Ai flinte i qetë, ndërsa unë i përshpërita në vesh 10 herë. Më fal, biri im. Një ditë do ta kuptosh pse. Të nesërmen ja dhash me duart që më dridheshin, si të ishin prej xhami. Kur makina u nis dhe pluhuri u ngrit në rrugicë, më dukej sikur më morën edhe shpirti me vete. Kaluam vite. Unë u plaka shpejt. Asnjë ditë nuk kaloi pa menduar për të, pa pyetur veten nëse ishte mirë, nëse kishte harruar fytyrën time, apo zërin që i këndonte Ninulla. Deri në ditën kur dera u hap dhe një djalë rreth të 20-tave qëndroi para meje. Kishte sytë e mi dhe më tha: "Ti ajo që më braktisi apo jo?" Në atë çast koha ndaloi. Gjithçka që kisha fshehur brenda shpërtheu si një lum i vjetër që gjem përsëri rrjedhën. Ai s'kishte ardhur për të më falur, kishte ardhur për të më gjykuar. Ai qëndronte në prag, i ngrirë si një statuj, ndërsa unë nuk dija nëse duhej ta përqafoja apo të bie në gjunjë para tij. Sytë e tij më përshkonin si thik të njohur, por të huaj. "Po," i thash me zë që mezi dilte, "unë jam ajo. Unë jam nëna jote, Arjan." Ai uli kokën për një çast, pastaj më pa drejt me një ftohtësi që më shpoi shpirtin. "Nëna ime është tjetra," tha. "Ajo që më rriti. Ti je vetëm gruaja që më lindi dhe më hodhi tutje." Fjalët e tij rambi mua sigur. I ndjeva në trup, në gjak, në çdo kujtim që kisha mbajtur gjallë për vite me radhë. "E di që s'ke për ta kuptuar tani," i thash me lot në sy, "por unë s'të lash sepse s'të doja. Të lash sepse nuk kisha si të mbroja ndryshe." Ai qeshi me hidhërim, "Mbroje. Më dorëzove si të isha ndonjë plaçk, një lodër që se përballoje dot. E di si është të rritesh pa ditur pse s'të deshën. Pa ditur pse s'të kërkoj askush." Zëri i tij u drodh, por syt mbetën të fortë. Isha gati të shpërtheja, por e dija se më duhej Talia të fliste. Kishte të drejtë të më gjykonte. Kishte të drejtë të më urrente. "Çdo ditë kam jetuar me fajin," i thash, "çdo ditë me frikën se mos më fal kurrë. Por më beso, Arjan, do të ishte më lehtë për mua të vdisja se sa të të lija po të kisha pasur një rrugë tjetër." Ai më vështroi gjatë, pa folur. Pastaj hodhi syt nga dhoma, e cila s'kishte ndryshuar që nga koha kur ai kishte lindur. Në qoshe ende qëndronte karrigia e drunt ku dikur e kisha ushqyer, e mbuluar me një batanie të vjetër. "E pas ke mbajtur," tha ai ngadalë. Unë e preka batanien me gishtërinë që më dridheshin, se kam hequr kurrë. Çdo mbrëmje e vendosja mbi prehër, sikur të ishe ende aty. Në atë çast diçka ndryshoi në fytyrën e tij. Zemërimi i tmerrshëm u zbut për një grim sekonde, si një dritë që shpërthen përmes rreve. "Më thon se ishe shumë e re," shtoi ai më pas. "Dhe se babai im kishte vdekur, unë pohova me kokë. Po, dhe askush s'më ndihmoi. Fshati më kthente shpinën, familja e burrit më quante mallkim. Punova në ar, në pastrim, në çdo punë që më dilte.
por kur fillove të sëmureshe, nuk mund të ushqeja më. U luta Zotit, Arjan, që të më tregonte një rrugë. Dhe kur pash ata njerëz që të donin, mendova se ndoshta Perëndia më kishte dëgjuar. Lotët i rëshitën faqeve të tij, por ai nuk i fshiu. Vetëm qëndroi aty mes të kaluarës dhe së tashmes, mes urrejtjes dhe dëmshurisë. Unë serdha për të falur, tha më në fund, por për të kuptuar. Tani nuk di ç'të mendoj, më u afrua ngadalë. Pash duart e tij, duart të forta të burruara që dridheshin. Kur ai vendosi mbi supet e mia, ndjeva sikur koha u shtri si një robe gjatë mesnesh. Më lejo të tregoj se si kam jetuar, tha ai. E ndoshta në fund do të më tregosh edhe ti pse s'të kërkove kur. Në atë moment e kuptova se kjo s'ishte fundi i dhimbjes son. Ishte fillimi i së vërtetës. Ai ul përballë meje në karrigen ku dikur ishte ulur babai i tij. Për një çast dhoma u mbush me heshtje. Ajo lloj heshtjeje që flet më shumë se çdo fjalë. E pash në sy dhe pash aty një jetë të tërë që se kisha parë të rritej. Fëmijërinë e tij, vuajtjet, ëndrat, çdo ditë që unë nuk isha pranë. U rrita mirë, nisi të fliste me zë të qetë, në një shtëpi të ngrohtë me 2 prindër që më donin. Ata s'më lanë të më mungonte asgjë, por gjithmonë diçka mungonte. Unë dal, mori frymthell. Në çdo ditë lindje mami më shihte me lot në sy dhe më thoshte: "Nëna jote e vërtet do të ishte krenare për ty." Unë se kuptoja. Pse më fliste për dikë që se njihja. Me kalimin e kohës fillova ta urrej, sepse çdo herë që ajo e përmente, ndihesha si i huaj, e dëgjoja heshtur. Duart mi kishin ngrirë në prehër. Kur mbusha 18 vjeç, vazhdoi ai, më dha një zarf. Brenda kishte një letër. Ishte e jotja, unë ngrita syt me tmerr. E mbaj mend atë letër, pëshpërita. Ja lash murgeshës që të maqonte me shpresën që një ditë ta lexoje. Ai e nxori nga xhepi. Ishte e zverdhur, e rrudur, me shkrimin tim të dridhur. "Bir, po të largohem që të mund të jetosh më mirë. Mos më urre kurrë." Në atë çast zemra mu drodh si një zog i plagosur. E lexova qindra herë, tha ai. Dhe çdo herë e urreja më shumë. Por një ditë, kur po mbaja në krah djalin tim të sapo lindur, ndjeva frikën që ndoshta ke ndjerti atëherë. Frikën e mos mjaftueshmërisë. Dhe vetëm atëherë fillova të kuptoj. Sytë e tij u mbushën me lot, por këtë herë nuk kishte më zemërim. Kishte dhembje, kishte mall. Unë serdha për të kërkuar përgjigje, tha ngadalë. Erdhi sepse dua të njoh. Dua të dikushje çfarë ke kaluar, pse u fliove në atë mënyrë. Unë s'munda të flisja. Unë ngrita, shkova te rafti i drurit dhe mora një kuti të vogël. Brenda ishin kujtime që si kisha prekur prej vitesh. Një këmishë e vogël, një biberon i vjetër, një fotografi e zverdhur ku ai ishte 3 muajsh. Këto janë gjithçka që mbajta nga ti, i thash me zë që më dridhej. Se lash asnjë ditë pa i parë. Për çdo frymëmarrje që bëje, unë lutesha në heshtje. Ai e mori fotografin, e preku me gishta dhe buzëqeshi me lot. Doja të urreja, më tha, por nuk mundem më. Jo pasi pash se si ke jetuar, jo pasi pash sytë e tu sot, unë ngrit dhe u afrua. Për herë të parë, e ndjeva afërsinë e një djali që se kisha përqafuar kurrë. Ai më hapi krahët. Ndoshta s'mund ta kthejmë kohën, më tha, por mund të fillojmë tani. E përqafova me gjithë shpirtin që më kishte mbetur. Lotët tanu përzien dhe për një çast ndjeva sikur dhimbja e viteve u shkrin në një frymëmarrje të vetme. Faleminderit që u ktheve, pëshpërita në veshin e tij. Faleminderit që më linde, mu përgjigj. Dera u hap, drita e pasdites hyri në dhomë dhe unë ndjeva se më në fund, pas një jete të tërë, isha sërish nën. Që nga ajo ditë, jeta ime mori një frymë të re. Shtëpia që dikur më dukej e ftohtë e bosh tani kishte një tjetër aromë. Aromën e shpresës. Çdo mëngjes zgjohesha dhe dëgjoja trokitjen e derës. Ishte ai, Arjani, me një thes me bukë, fruta, apo thjesht me buzëqeshjen që më mbushte shpirtin, në fillim heshtnim shumë. Ishte sikur duhej të mësonim si të ishim nënë e birë nga e para. Ai më tregonte ngadalë për jetën e tij, për nënën që e rriti, për babain që i mësoi si të jetë i ndershëm, për universitetin, për djalin e vogël që mbante emrin tim. Liri. Kur e dëgjova këtë, syt më mbushën me dritë. Ai qeshi dhe më tha: "Nuk e bëra për të lënduar, por për të mbajtur pranë. Edhe kur s'të njihja, një pjesë e jotja ka qenë gjithmonë me mua." Në mbrëmje u leshim jashtë, nën hënën që më kishte parë të qaja dikur, dhe tani më shihte të qeshja. Ai më pyeste për babain e tij, për fëmijërinë time, për netët kur e mbaja në krah. Dhe unë, për herë të parë pas shumë vitesh, nuk ndihesha më si një grua që kishte humbur gjithçka, por si një nën që kishte fituar gjithçka që kishte humbur.
Një ditë, ai solli me vete gruan dhe djalin e tij të vogël. Kur e pa Shnipin me flokë të ardhë dhe sytë e Arjanit, ndjeva se jeta më kishte falur një shans të dytë. Kjo është gjyshja, tha Arjani me një buzëqeshje të butë. Fëmia më pa dhe më zgjati duar. Ai për qafimi vogël shëroi plagë që s'kishin njohur kur mjekim, kaluan muaj. Fshatarët që dikur më përçmonin tani më përshëndesnin me respekt. Disa më thoshin, Zoti se haron njeriun që sakrifikon për dashuri, dhe unë vetëm buzëqeshja. Sepse e dija, Zoti mu kthye përmes djalit tim. Në një pasdite të ngrohtë pranvere, teksa rini mulur në verandë, Arjani më mori dorën dhe më tha: Tani e kuptoj çfarë do të thotë të jesh nën. Dashuria jote s'ishte braktisje, ishte flijim. Dhe s'ka flijim më të madh se ai një nëne që jep zemrën për t'ia shpëtuar fëmijën. Mbylla syt, dhe një qetësi e thellë më mbuloi. Kisha jetuar vite të tëra me fajin, por tani ndihesha e falur jo nga të tjerët, por nga ai që kishte më shumë rëndësi. Në mbrëmje kur u largua më përqafoi dhe më tha: Nesër vi përsëri, nën. Këtë herë fjala nën tingëlloi si këngë, si një dhuratë që prisja gjithë jetën. Dhe ndërsa e shikoja tek largohej në për rrugicën e ngushtë, një herë le solli aromën e fëmijërisë së tij. Në atë çast e kuptova se jeta, sado mizore të duke, gjithmonë gjen mënyrën për të kthyer dashurinë atje ku ajo nisi, sepse një nën nuk e braktis kur fëmijën e saj. Ajo thjesht e le të fluturoj, me shpresën se një ditë ai do të kthehet për ta gjetur përsëri.